Nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës së mesme ekonomike komunale Gostivar, sot përmes një deklarate për mediat kanë reaguar pas rezultatit të publikuar dje nga Instituti i Mjekësisë Ligjore dhe Klinika e Toksikologjisë në Shkup për analizat rreth rastit të helmimit të nxënësve dhe mësimdhënësve të kësaj shkolle. Ata kërkuan nga të gjithë institucionet kompetente që ta zbardhin rastin dhe kërkojnë nga të gjithë partitë politike të mos e shfrytëzojnë rastin për përfitime politike. Mësimdhënësja Jasmina Asani thot se ne stafi të punësuarve pranë shkollës së mesme ekonomike komunale Gostivar reagojnë ashpër ndaj deklaratës së dhënë nga ana Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe të organeve tjera kompetente, të cilët dhanë deklarata jo të plota në lidhje me rastin makabër të helmimit të nxënësve dhe të punësuarve të kësaj shkolle. Reagojmë ashpër ndaj deklaratës së dhënë nga ana e Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe të organeve tjera kompetente. Reagojmë edhe një herë që rasti në fjalë të shqyrtohet mirë dhe të zbardhet deri në fund, veçanërisht nga ata të cilët dhanë betimin e Hipokratit. Ndërkaq nxënësja Sulmedina Mustafa thot se si nxënëse pranë shkollës së mesme ekonomike komunale Gostivar jemi të shqetësuar nga ngjarja që ndodhi disa ditë më parë. Ende nuk mund ta marrim veten, kemi probleme të ndryshme psiqike dhe fisiologjike. Përse thuan se kjo që ndodhi nuk ka qenë helmim? Nuk mund të gënjejnë 10 nxënës dhe arsimtar të cilët ishin dëshmitar dhe kishin pasoja nga helmimi. Ne kemi shoqën tonë të shtrirë dhe ende në spital dhe nuk dihet çka po ndodh me të. Ka reaguar edhe Partia Demokratike Shqiptare. Deputeti Orhan Ibrahimi tha se rasti i fundit i helmimit të nxënësve shqiptar të shkollës së mesme ekonomike në Gostivar, njëjtë si raste tjera të rrahjeve të përditshme të fëmijëve shqiptar, tregon neglizhencën dhe mos interesimin total të BDI-s për t'i mbrojtur shqiptarët, t'i zbardhin këto raste dhe fajtorët të marrin dënimin e duhur. Për fat të keq, kjo nuk ndodh dhe kjo sjellje e tyre na detyron të mendojmë se ata janë thellë të implikuar në këto raste. RDK thot se që në fillim kanë shprehur rezerva serioze se edhe rasti me nxënësit e helmuar shqiptar, rasti do të përfundoj pas zbulimin e aktorëve të vërtet ngjajshëm si edhe shumë raste të tjera ku e pësojnë shqiptarët. Së fundi, ekspertët mjekoligjor të qeverisë Gruevski Ahmeti konstatuan se sipas analizave të bëra në rastin e nxënësve shqiptar nuk ka simptome helmimi. Sipas këtij konstatimi të këtyre ekspertëve, del se mbi 60 nxënës dhe profesor pas kanë simuluar vetë helmimin.